ato këngë po flas për instrumental, jo me vokal. A e gjen vetë pak më shumë me sample me punu, a ki qef diçka më kon produkt joti original? Beatmaking njëri në truni jam nuk është shumë kapabil për beatmaking se s'kom shumë nerva. Nervat e aty duhet më nalë me prek, me centirat, unë nuk moj, unë vy ves në mikrofon, vy mas shumëti. Amo a kom qef me një sempla mat vjetër pak, të 10-90 me shku ka blues, jazz, ose naj hip-hop ma i maqëm. Ja bën naj slow, naj reverb, naj sena atinglon shumë Shumë original. Exactly, edhe drejtat e autorit e sene që pëthojnë. Po. Amo po, kom qef nuk jem shumë veseli, amo anoj ma ka old school. Orhan, ti ki dal edhe në battle Palin Fjosh. Yes. Që është ajo organizimit që në bëhet që për mendimin tim është një ndër senet më të mira për hip-hop kulturën që mund të ndodhte. Na dhe kjo fal bimbimës me iniciativën e tina me shumë repera tjerë. Deri tash ki marrë pjesë në dy, apo nëse s'm gabim. Edhe te shoutout Xhaxhit Bim se pas na harrua dhe ai është në top 5. Sorry Xhaxhit Bim. Kur maj për herë parë që ki marrë pjesë ti, a mundesh me na tregu pak a shumë qatë ndjesin, me dalë para dikujna më shty, edhe pse këtë është një farë marrëveshje njëri me tjetrin që mos me pas hatër mbetje, diçka mos me eskalu deri na i dhun diçka fizike ose mos me voni njëri tjetrit, po çështo a mundesh me na tregu qatë ndjesin, eksperiencën e parë që keni pas në battle? Me mu kallzu i sinqert me ty edhe me vetëm. So herë do që të ndodhë ajo, nuk ka më mësu me qatë njëjnë. Menimi jam, nuk me nëj që mësohet njeri me qatë njëjnë, nëse ti e thu një rim të fort. Ose dopt. Pa marë parasysh ato, nëse e njën e thu një rim të fort edhe i njën 400 veta të bo, është një farë ndjenje, bro, që nuk ka më shumë i fokusum aty, që mos me mund me dojë për e... Gjithse se nuk bën me pas impact, zoni, zhurma, se shka nëse jenë që 200 veta ka në vëzë për me ta bo shembulla, po kupton, shka a dënë ti mos mi thonë rimat e tua, ama qa janë djenja kur të thuhet emni edhe ti del sken edhe i sheqit 400 njerës syti kanë në buz tua, të matë mirë shka jetë të thonë, është një vandjenje që me 200.000 euro që thonë s'pakuat. Kur i dalë, të parën edhe dytën, a i ki para pregadit fillimisht, a është e momentit që aja që do të mushty me dikan? So dë që i pregaditësh, kur nuk je i pregadit mjaftushëm. Me 7 bënd fletore, me shku e një sen edhe ta hup këtë filmi. Në ma letë kalon të mu pyte në e profesorës, se që atë... Shumë ma letë, o gjosh jam njëri. Amo po, e një lafë, edhe thu, kju... Qyshve... A ka ndodhë që me të qitë prej sistemit? Jo, ka ndodhë qaq mu ka kesh me rimën, kum harru, veç e kum harru, të në rimën të hem, shka me bon, nuk është... Jo, me ndova kundërshtari, kur do ka drejtu ty, atë ka bova ki me qitë prej sistemit, që a ki do ashtë me thonë, diqka që të ka bojë nërvaz dhe... Po, kjo ka ndodhë me Bjondin, sharaut të Bjondi... Po, sharaut. Qysh ki mujt me... Nuk mujta, se fitoj. A fitoj, a? Qa që të ka qitë? Në rega.